Pikës para mendoj se duhet kuptuar që kjo nuk është një shkarje e momenti politike, ndoshta si kemi mësuar shpeshherë të interpretojmë deklaratat e zotit Trump, por është një strategji, këmbana për të cilën kanë rënë që herët, që do të thoya ndoshta në faret mbjell që në qeverinë e parë Trump dhe sidomos me riardhjen e tij në pushtet në para një viti praktikisht. Dhe kjo strategji ka të bëjë shumë me natyrën se si e shikon Shtetet Bashkuara Amerikës veten e saj në një botë me paqartësira të mëdha, qoftë në fushën e sigurisë, por dhe në një rritje të konkurrueshmërisë globale, sidomos me Kinën. Pra, në një situatë ku ne kemi një konflikt në Rusi, Ukrainë, ku vendet e Europës gjithmonë edhe më shumë po fillonin të fitonin pavarësinë nga siguria, do të thoya, për Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke investuar gjithmonë më pak në NATO, dhe Amerika që e gjente veten me një mekanizëm pra që ishte NATO, i cili dukej outdated, pra i dal jashtë kohe për qëllimin dhe funksionin për cili ishte krijuar. Ata duhet të gjente forma të tjera për të ushtruar një formë të përfshirjes politike në kontinentin evropian. Dhe rrjedhimisht ne shikojmë këto nxitje paqartësie dhe në të njëjtën kohë politika të transaksionale që janë tipike të zotit Trump. Pra, nxitja e përçarjeve në vendet e Europës është si dhe në të njëjtën kohë fuqizimi i fraksioneve më radikale që ekzistojnë brenda saj, është në interesin e Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë kohë, sepse lejon që të riformulohen aleanca të reja përmes Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe kontinentin evropian. Ndërkohë që nga ana tjetër i lejon që në terma afatshkurtër të ushtroj presion mbi vendet e Europës, të cilët janë tashmë në panik nga ky konflikt që është në dyert e tyre, Rusi-Ukrainë, dhe rrjedhimisht të bëjnë vullnetin e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Mendoj që kjo është gjithashtu edhe indikator i një vlerësimi që Shtetet Bashkuara të Amerikës bën edhe për veten e saj. Pra, kur ti je në maj, ka vetëm një drejtim nga ku mund të shkosh, dhe ky kundërbalancim i pushtetit të Shtetet Bashkuara të Amerikës për një kohë shumë të gjatë, tashmë ka arritur, si thosh, në maj, në kulmin e saj. Dhe rrjedhimisht Shtetet Bashkuara të Amerikës është në interesin e tyre që të shpërqendrojnë si thosh vendet e tjera në mënyrë që të rivendosin një farë dominance apo epërsie strategjike ndaj vendeve të tjera. Dhe kjo është në Evropa. Ndërkohë, Redion, për të pasur ndoshta edhe një përgjigje shumë të shkurtër, a nuk duket një tjetër skenar ky ku në fakt mund të shohim një Amerikë e cila është shpërqendruar me çështjet me të cilat po merret, ndërkohë që Kina po rrit prodhimin e saj ushtarak, po rrit bashkëpunimin me Rusinë, dhe kemi një Amerikë apo një Donald Trump që duhet të thënë që ndoshta nëse amerikanët e shohin se po çon poshtë vendin e tyre, po e bën këtë gjë dhe po bën transaksion jo vetëm në këto marrëdhënie të këtyre momenteve, por edhe me vetë historinë. Po, mund të thuhet, por kryesorja është që ne duhet kuptojmë që jemi në një pikë kthese në marrëdhënien ndërkombëtare, pra në ristrukturim të asaj të atij rendi global që ne kemi njohur deri më sot. Nëse neve flisnim në pas viteve 90 për një rend global të drejtuar nga norma dhe vlerat institucionale ndërkombëtare, tashmë duket sikur shtetet po largohen gjithmonë edhe më shumë nga kësaj. Kjo spiralja e sigurisë ka filluar të afektojë vendet e Europës dhe rrjedhimisht kjo çon në një pavarësi më të madhe të tyre, që nuk kupton se është shumë e nevojshme që që Europa në radhë parë të rikonsolidojë veten e saj, qoftë në aspektin e një politike të përbashkët të jashtme, por edhe nga anën e një politike të sigurisë të tyre, të sigurisë të përbashkët të Europës. Mendoj që do të varet, pra, nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës shkelin një drast të kalbur apo jo, pak a shumë pyetja jote, do të varet shumë nga përgjigja që do t'japë Europa, dhe nëse edhe shumë aleanca të vjetra që kanë shtete europiane me Shtetet Bashkuara të Amerikës do të rikthejnë fytyrën nga Europa, pra do të qëndrojnë të përbashkuar me Europën, apo do të vazhdojnë të mbajnë këtë lidhje të fortë që kanë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nëse Europa kthen një përgjigje përbashkimi dhe vendos që të ecë me një politikë të jashtme të një pavarësie më të madhe
të sajnë, atëherë sigurisht që Shtetet Bashkuara të Amerikës humbin një influencë shumë të madhe dhe me një rritje të fortë të Kinës do të kemi një izolim në të ardhmen të SBA-s. Nëse ndodhe kundërta, ku kemi një fraksionim të atyre të Bashkimit Evropian, madje kjo është edhe thelbi asaj që insinuon të thotë strategjia e sigurisë amerikane, që për shkak të politikave të këqija, sidomos mbi migracionin të Europës, tashmë ne kemi një Europë e cila do të dështojë si kontinent, si union. Dhe rrjedhimisht është detyra kjo barra e njeriu të bardhë, thuaj dikur në kolonializmin e hershëm, apo barra e Amerikës që ti risjell ato në rrugën e duhur. Pra, kjo ushqen shumë atë frymën maga të zotit Trump, politikat transnacionaliste, por mbi të gjitha tenton përçarje në mënyrë që të ketë fitore të shkurtra me vendet të Europës, të cilat dhe qeveria europiane, të cilat janë, do të thoja, më larg vlerave të unionit, jo më kot. Kemi vënë re se si zoti Trump edhe e përmend zotin Orban si një shembull pozitiv, për shembull për Europën dhe jo qeveritë të tjera. Pra do të varet shumë nga çfarë përgjigje do t'i japë Europa.